Kroacia para 24 vjetësh kishte problemin tonë. Qa problemi? Kishte një ligj që kërkonte konkurrencë të hapur dhe me shumë zor 2 marinat kryesore të saj në 2 kështjella, Spliti, ju e dini se keni qenë, edhe shumë qytetarë tanë që e njohin Kroacin, dhe Dubrovniku i kishte zgjidhur me konkurrencë të hapur. Po i ishte zgjatur procedurat, Dubrovniku kishte dash 8 vjetë, sepse është kalaja, ke parasysh, është shumë e veçantë, duhet postuar, investime, shumë kokçarje. Spliti ishte diçka më e lehtë, edhe zgjati 3 vjetë. Edhe ishin lodhur me gjithë këto procedura. Dhe çfarë bën? Për Rovinj, quhet, marina tjetër. Nga 2002 deri në 2005, u treguan zgjuar kroatët, se ke parasysh në atë kohë zoti Rama, kroatët po përpiqeshin të intensivisht të bashkoheshin me Bashkimin Evropian. Në 2007 ju e dini, po ishte ndoshta rasti më i suksesshëm deri sot për kohën e zgjatjes së integrimit. Shqipenikun, Zadarin, Pulën dhe Trogir dhe Var, që janë 5 marinat e tjera kryesore, nuk i kaluan me konkurrencë të hapur. Pse? Sepse nuk kishte investues të mjaftueshëm që të bëjë një tender i hapur. Po nëse kemi këtë problem, ne po diskutojmë që ka shumë kërkesa për marina. Unë kuptoj këtë që thua dhe është kretë normale. Unë sova i deruar profesor rastin kroat. Ne po flasim... Nëse më lejoni ta mbaroj, rastin shqiptar. Faleminderit se nuk ju ndërpreva. Jo, edhe që debat do bëjmë tani. Jam shumë dakord, por ama duhet të them këtë, që Kroacia që është ku është sot me turizmin, e zgjidhi përmes, dakord, nuk e quajti ligj të investitorit strategjik, ka një formulim tjetër. Parlamenti dhe Këshilli i Ministrave të quajmë kështu, sepse kanë ndryshe qeverinat, apo qeveria qendrore kroate, e zgjidhi sepse ishte lodhur 8 vjet i shkoi Dubrovniku, 3 vjet me zor Spliti. Dhe janë histori suksesi, to 5 të tjera. Pra nga 7 marinat kryesore, ti e di fare mik, Kroacia ka 1000 ishuj. 1200. Më falë për 200. Por 1000 paktën e ke në pjesën e Wikipedias. Dhe nuk i kam numëruar, të drejtën as nuk e kam parë në Kroacin, po thjesht kam lexuar për të. Kështu që nga këto 1200 ishuj, kishte potencial për marina shumë dhe nuk mund të priste për çdo ishull me potencial një tender të hapur sipas të gjitha kërkesave të ligjit kroat. Hajde në Shqipëri, shkojmë në Vlorë. Po, kam idenë që çfarë është në lojë, janë 1.4 miliard dollar të njeriu të rëndësishëm. Është ndër 15 figurat më do me thënë se të vitit 2025... Po fletë për zotin Kushner. Për dhëndrin e presidentit Trump. Jo dhëndri i shokut Gjermani. Zotin Kushner, pra se kjo dhëndri i gjithmonë... është ajo gjithnjë dhëndri i shokut Gjermani. Por, në këtë mes, neve kemi një interes parësor. Çfarë është interesi i vendit tani që flasim? Që këto 1.4 miliard dollar t'i afrojmë sa më shpejt në Sazanin ton, sot të përbërë vetëm prej Shkuresh dhe Shkëmbish.